Dashi. Nesër do të ndjesh një energji të çuditshme që të shtyn të veprosh pa menduar 2 herë. Është ajo ndjesje e brendshme që të thotë: bëje tani ose do pendohesh. Por kujdes, jo çdo impuls është i drejtë. Në punë dikush mund të testojë. Nuk është rastësi. Universi po të vë përballë një prove për të parë nëse je rritur apo ende reagon si më parë. Në vend që të shpërthesh, provo të heshtësh dhe të analizosh. Fuqia jote e vërtet nuk është tek zëri i lartë, por tek kontrolli. Në dashuri, nëse je në një lidhje, mund të lindë një debat i vogël që fsheh një problem më të madh. Mos e injoro. Nëse je beqar, dikush nga e kaluara mund të rikthehet, por pyet veten: a ja vlen vërtet? Demi. Nesër është një ditë ku stabiliteti yt do vihet në provë. Ti je ai që kërkon siguri, por jeta nuk të pyet gjithmonë. Në aspektin financiar, mund të shfaqet një mundësi e papritur. Mos e refuzo menjëherë vetëm sepse të duket e rrezikshme. Ndonjëherë rritja fillon pikërisht aty ku ndihesh i pasigurt. Në dashuri ke nevojë për më shumë komunikim. Nëse diçka të shqetëson, mos e mbaj brenda. Heshtja jote mund të interpretohet gabim nga partneri. Një këshill për nesër: mos u kap pas së kaluarës. Ajo që po vjen është më e madhe se sa ajo që ke lënë pas. Binjak. Mendja jote nesër do jetë në 100 vende njëkohësisht. Ide, plane, dyshime, gjithçka përzihet. Problemi. Mund të humbasësh fokusin. Në punë dikush mund të përpiqet të ngatërojë ose të jap informacione të paqarta. Mos beso çdo gjë që dëgjon. Verifiko vetë. Në dashuri je në një fazë ku kërkon diçka më të thellë. Nuk të mjafton më sipërfaqja. Nëse personi përballë nuk të jep këtë, do fillosh të largohesh emocionalisht. Nesër është një ditë për të zgjedhur. Do vazhdosh të shpërndahesh në shumë drejtime, apo do fokusohesh tek një qëllim i vetëm? Gaforja. Emocionet e tua nesër do jenë më të forta se zakonisht. Do ndjesh gjëra që të tjerët nuk i kuptojnë. Në familje mund të lindë një situatë që kërkon praninë tënde. Ti je ai që mban gjithçka bashk, por kujdes, mos harro veten. Në dashuri, nëse je në një lidhje, partneri mund të ketë nevojë për më shumë mbështetje. Nëse je beqar, një njohje e re mund të prekë më shumë se sa e prisje. Një e vërtet për ty, ndjeshmëria jote nuk është dobësi. Është arma jote më e fortë, nëse di ta përdorësh. Nesër është dita jote për të shkëlqyer, por jo në mënyrën që mendon. Në vend që të kërkosh vëmendje, provo të japësh vlerë. Njerëzit do të respektojnë më shumë për atë që je, jo për atë që tregon. Në punë një mundësi për liderizëm mund të shfaqet. Mos u tërhiq. Ti je bërë për të udhëhequr. Në dashuri mund të ndjesh se nuk po merr aq sa jep. Para se të ankohesh, pyet veten: apo komunikon qartë atë që ndjen? Nesër, egoja jote do vihet në provë, dhe aty do shihet kush je në të vërtetë. Virgjëresha. Perfeksionizmi yt nesër mund të bëhet armiku yt më i madh. Do përpiqesh të kontrollosh çdo detaj, por diçka do dalë jashtë planit. Dhe kjo do të irritojë. Por ndoshta kjo është pikërisht ajo që të duhet. Të mësosh të lëshosh kontrollin. Në punë mund të marrësh një detyrë që kërkon kreativitet, jo vetëm logjik. Mos u frikëso, ti mundesh më shumë se sa mendon. Në dashuri, partneri mund të ndjejë se je shumë kritik. Provo të jesh më i butë. Jo çdo gjë duhet analizuar. Mesazhi për nesër. Jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të qenë e bukur. Peshorja. Balanca që kërkon mund të tronditet nesër. Do gjendesh mes dy zgjedhjeve dhe asnjëra nuk duket e lehtë. Por mos harro. Mosgjedhja është gjithashtu një zgjedhje. Në marrëdhënie, dikush mund të kërkojë më shumë nga ty. Pyetja është, a je gati ta japësh? Në punë një bashkëpunim mund të sjellë rezultate të mira, por vetëm nëse vendos kufi të qartë. Nesër do kuptosh diçka të rëndësishme. Paqja nuk vjen duke kënaqur të gjithë, por duke qenë i sinqert me veten. Akrepi. Nesër do ndjesh një intensitet të fortë brenda vetes. Diçka po ndryshon. Një sekret mund të dalë në sipërfaqe, ose i yti, ose i dikujt tjetër. Mos reago menjëherë. Dëgjo, vëzhgo dhe më pas vepro. Në dashuri, pasioni është i fortë, por edhe tensioni. Kujdes me xhelozin ose kontrollin. Në punë dikush mund të përpiqet të sfidojë. Mos u fut në lojëra. Ti fiton kur qëndron një hap përpara. Nesër është dita për transformim, por çdo transformim kërkon të lësh diçka pas. Shigjetari. Nesër do ndjesh një thirrje për liri, por jo vetëm fizike, edhe mendore.
Je lodhur nga kufizimet, nga njerëzit që të mbajnë pas, nga rutina që të mbyt. Dhe nesër, kjo ndjenjë arrin kulmin. Mund të marrësh një vendim të papritur që të ndryshojë drejtimin. Në punë mund të vijë një ide që në fillim duket e çmendur, por është pikërisht ajo që të duhet. Mos se shpërfill. Në dashuri nëse ndihesh i bllokuar, do kërkosh hapësirë. Por kujdes, mos ik nga diçka që mund të rregullohet me komunikim. Nesër është dita kur duhet të pyesësh veten. Apo jetoj jetën që dua, apo atë që pritet nga unë. Britsjapi. Ti je mësuar të mbash gjithçka mbi supe, por nesër, pesha mund të bëhet shumë. Do ndjesh një lodhje jo vetëm fizike, por edhe mendore. Dhe kjo nuk është dobësi, është sinjal që duhet të ndalosh për një moment. Në punë, përgjegjësitë shtohen. Dikush mund të mbështetet tek ty më shumë se ç'duhet. Mëso të thuash jo. Në dashuri mund të dukesh i ftohtë, por brenda ke shumë për të thënë. Hap zemrën, jo gjithmonë duhet të jesh i fortë. Një e vërtet për nesër. Nuk e pse ta bësh gjithçka vetëm. Ujori. Mendja jote nesër është një hap përpara të gjithëve, por kjo mund të të izolojë. Do shohësh gjëra që të tjerët nuk i kuptojnë. Ide mundësi rreziqe, por kur përpiqesh t'i shpjegosh, mund të ndihesh i keq kuptuar. Në punë është momenti të ndjekësh intuitën tënde, edhe nëse të tjerët nuk bien dakord. Në dashuri mund të ndjesh distancë emocionale. Pyet veten, apo mbron veten, apo po shmang diçka. Nesër është dita për të qenë vetvetja, edhe nëse kjo do të thotë të jesh ndryshe nga të gjithë. Eshit. Intuita jote nesër është në nivel maksimal. Është si një zë i brendshëm që nuk gabon. Do ndjesh energjitë e njerëzve përreth. Do kuptosh kush është i sinqert dhe kush jo, pa pasur nevojë për fjalë. Në dashuri, një moment i thellë emocional mund të ndodhë. Mund të jetë një rrëfim, një ndarje ose një fillim i ri. Në punë, kreativiteti yt është arma më e fortë. Mos u përpiq të jesh si të tjerët. Mesazhi për nesër, beso atë që ndjen. Zemra jote di më shumë se sa mendon. Energjia e përgjithshme e ditës. Nesër nuk është një ditë e zakonshme. Është një pikë kthese. Një moment ku vendimet e vogla kanë pasoja të mëdha. Disa do ndjejnë sikur gjithçka po shkon kundër tyre. Por në realitet, jeta po i shtyn drejt një versioni më të fortë të vetes. Të tjerë do kenë mundësi që nuk vijnë shpesh, por frika mund t'i ndalojë. Pyetja është, a do veprosh apo do rish duke menduar? Shenjat që do shkëlqejnë. Luani një mundësi për të udhëhequr ose për të marrë vëmendjen që meriton. Nëse vepron me zgjuarsi, jo vetëm me ego, mund të arrish shumë. Shigjetari, energjia e ndryshimit është në anën tënde. Një vendim i guximshëm mund të hap një derë që nuk e kishe imagjinuar. Ujori, idetë e tua janë përpara kohës. Nëse guxon t'i ndjekësh, mund të dallohesh nga të gjithë. Shenja që duhet të bëjnë kujdes. Dashi, impulsiviteti mund të fusë në telashe. Mendo para se të reagosh. Virgjëresha, perfeksionizmi mund të bllokojë. Jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të ecur përpara. Akrepi, emocionet e forta mund të çojnë në vendime të nxituara. Mos lejo që xhelozia ose kontrolli të prishin ekuilibrin. Në dashuri çfarë po ndodh realisht? Disa lidhje do testohen. Ato që janë të forta do bëhen më të forta. Ato që janë të dobëta mund të qahen. Rikthimet nga e kaluara nuk janë rastësi. Janë prova për të parë nëse ke mësuar diçka. Nëse dikush rikthehet në jetën tënde, mos shiko vetëm emocionin. Shiko arsyen pse u largua. Në punë fpara. Mundësi të reja po vijnë, por jo gjithmonë duken perfekte. Disa do duhet të marrin rrezik për të fituar më shumë. Të tjerë duhet të mësojnë të mos pranojnë çdo gjë vetëm për siguri. Rritja nuk ndodh në zonën e rehatisë. Mesazhi i ditës. Nesër është një ditë që kërkon guxim. Guxim për të thënë të vërtetën. Guxim për të marrë një vendim. Guxim për të lënë pas atë që nuk të shërben më. Sepse në fund, jeta nuk ndryshon kur pret, ndryshon kur vepron.